Të rinj shkodran të moshës nga 18 deri në 30 vjeç të apasionuar pas artit kanë tashmë një mundësi të re për të zhvilluar talentin e tyre dhe për të bërë pjesë e proceseve që lidhen me integrimin evropian. Bashkia Shkodër ka nisur zbatimin e projektit Arti për Europën, një nisëm që synon të fuqizojë rolin e rinisë në jetën kulturore dhe sociale, duke shndruar artin në një urë komunikimi me vlerat dhe standardet evropiane. Është parashikuar që të bëhet një cikël takimesh, 8 takime në total, me të rinjtë e qytetit, ku do flasim, do informojmë të rinjtë mbi çështjet e BE-s dhe artin BE për të ngjallë interesin e të rinjve në lidhje me proceset e integrimit BE-s, mirësinë e integrimit vendit tonë BE dhe ardhmja e jonë dhe e tyre në Bashkimin Evropian. Projekti është konceptuar në formën e një punëtorie artistike shumë disiplinore. Punimet me balt kanë shënuar edhe nisjen e kësaj punëtorie, ku të rinjt pjesëmarrës ka realizuar krijimet e para artistike duke sjellë ide dhe vizione të frymëzuara nga identiteti kulturor. Punimi i artizanalit balts është mjaft interesant sepse janë format bazike, janë format nga dheu. Ne do të mundohemi me marrë disa impulse, disa elemente estetike që do t'i realizojmë në balë dhe në fund do të bëhet një pjekje e organizimit gjitha elementeve së bashku. Punimet më të spikatura të realizuara nga të rinjt do të prezantohen në aktivitete dhe evente kombëtare dhe ndërkombëtare, duke promovuar talentin dhe krijimtarinë e të rinjve të Shkodrës përtej kufive të vendit.